Mikrofoni juaj, media, edhe ju keni mikrofon. Televizion, gazeta, studio. Çfarë keni amplifikuar? Të vërtetën apo një narrativ? Apo akuzoni për ato që vetë i bani? Para se të gjykoni qytetarët, pyesni vetëm, çfarë ka amplifikuar mikrofoni juaj? Çfarë është e vërteta? E vërteta nuk është ajo që është e përshtatshme. Është ajo që mbështetet në fakte. Dhe të gjitha ato që thuhet këtu janë të mbështetura në fakte, në gjëra që njerëzit i kanë kaluar dhe po i kalojnë për ditë. Flasin për arsim, për spitale, për rrugë, janë fiksit, edhe për patriotizëm. Raporton të gjitha anët heton. Kërkon prova. Kjo është gazetari. Çfarë është patriotizmi? Patriotizmi është të duash Shqipërinë aq shumë sa të mos pranosh që ajo të dëmtohet. Flasin për arsim, spitale, rrugët, zjarfikset. Është patriotizëm. Patriotizmi është zgjidhja e problemeve, jo fshehja e tyre. Apo i fshet media? Çfarë është revolucioni? Revolucioni është kur populli ngrihet për dinjitet. Dhe ne këto kemi bërë në popullin këtu. Drejtësi dhe të ardhmen më të mirë. Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Arrestoni Ramën! Kjo protestë është paqësore, qytetare dhe demokratike. Intelekt që uron nga mirësia, nga shpirti dhe zemrat e bashkëvuajtëve tanë në këtë shesh.